kur është e bot repqa e Kosovës. Ka qenë çlirimi i verevt kur u bot taksa, 100%, ka qenë bukur teme madhe, kur është bo ushtria, ka qenë çlirimi i verevt edhe veprimet e policisë tonë që me çka u shiru verev. Me ato instrumentat shtetit që janë kriju para ardhjes së Kurtit. Policia ka ekzistu aty me kryu punën. Këto tensione tjera kanë ekzistu. Ashtë e dhimbshme që ne, pra, për sa do qoftë shirim që i ka ndodhur në veri, se unë nuk po am që veri o shumë ma keq se në kalume. Jo, nuk është. Mirë po është e dhimbshme që kemi marrë shpërblim, po kemi marrë dënim. Se ekziston, si që është interes i alatëve tonë, edhe i Amerikës, edhe i Evropianëve, me zgjeru hartën e sigurisë. Edhe jo veç në veri, po nështë edhe në Serbinë esër. Me stiru dhe Serbinë dikur prej nacionalizma, prej prorusizmave, prej tjera. Edhe ne kem mujtë mi kry këto punë me beneficione për Kosovën. Tani, na i kem kry do punë, edhe i falenderoj të gjithë personelin e sigurisë, gjithë që punojnë edhe sot që janë atje në ndrime, o shtof vesha me moj ndrimin natën, po kem mujtë me kry dhe me shpërblimi e lutëm. Unë e kom kry ushtrin, e s'kom marrë dënim, po kom marrë shpërblim. E kom kry Trepçën, e s'ka marrë dënim Kosovë, kom marrë shpërblim. E kom bajt taksën gjithë ato vjetë, edhe për jetë parë, biznes të Shqipërisë kanë përfitu se kanë... Ju keni pas përplasje me SBA-n edhe me vendet e kuintit për shkak taksës. Ma dje thuhet që dorëheqja juaj ka ardhur për shkak këtij presioni. Është diskutuar shumë kjo temë, po vojmë një farë dorëheqja ka ardhur, edhe tash Kurti këto po e thot. Po thot kështu. E vërtet që po paguajmë një kosto, për na nolin do projekte, po ç'është akoma bëune, kom si u veri. Tash Fidan Ardian, fal. Unë besoj që është mirë me folë sinqert këtë punë. Pra, nigoni, unë në kohën, kur kum pas përplasje, si pas asaj që mbahet men, unë jem shku në vizit në Pentagon, edhe më ka prit jashtë sekretari mbrojtjes, jashtë në barë. Zoti Metis. Në generali ma e respektu me asaj kohë e Amerikës, edhe ma kam bajt qadë, mëse më lagë shiu ja ka marrë stafit tim, qadën e ma kam bajt aj. Kom hymran, ma ka uru ushtrin, je marrë në Kosovë. A e kuptoni dalimin e përplasjeve. Pra, unë kom hi në Pentagon, delegacioni Kosovë, si keni krejt historia e fletë ta, e marrë me ushtri. Në kodë përplasjeve. Tashti, pse për shembull, njëna i ka MCC-ja, projektin e Gazqelçit, në kodë përplasjes, 200 milion falë pare. Që va në lupa pastaj. I lutem, e kem bëhë ushtrin në shumë situatat njëshme. Edhe asë një dam, asë një pasoj, asë një projekt kuj që u kanal, asë bashkëpunimi me ushtrin që kanal. 2-3 javë ka zgjatë një faramullie, me njerë kanë vazhdu projektet. E kem kry Trepçën, për Trepçë ka pas pretendime në pronësi, në hishe, në borgje, një numër i madh i palëve. Është e Kosovës, veç e Kosovës. Kush ta ka mënshu këta? Besoni, nuk e tham, unë nuk jam servil. Unë kam luftu, unë kam gjeni me vdek, me familje, me krejt. To e në po falë Amerikës. Më mdhime që Kosova tash, veç për me i marrë nga do foto, e me i fitu do vota, që po shkojnë të atonë, atje po marrin foto, nuk po din edhe punën me kry, edhe ma shumë. Ka ma mirë gjendja në veri se sa ka qenë para 2020? Kur s'ka me qenë ma keq se sa ka qenë, kur? Asë nuk është tash ma keq se ka qenë, asë nuk ka me konë nesër ma keq se tash, çdo herë do t'jetë ma mirë. Por edhe kur ka ardhë kjo qeveri, ka pas kufi Kosova, ka pas pika doganore Kosova, ka pas polici që po e krynë punën. Pra nuk ose u kryu policia ditën që erdhë kjo qeveri, aty o konë policia jo, një dini rashtin e ndalimit e tubimit të listë të serve në veri edhe arrestimin e gjuricit e shenë tjera, edhe në mje mirë që policia jo ne ka kryu dhe matutje punën, ajo që më dhimet Kosova është, se është lakmu shumë në merita, e në foto, e në showbiz, në çështjet sigurisë, edhe për shkak këtij lasdrimi të disave që me marrë foto, kemi marrë dënim e jo shpërblim. Na kemi mujtë me marrë shpërblim kur i kryjmë punë tona, si duhet, se të njëjtët janë ata që e kanë bombardu Serbinë për këto punë tona. Po. Dhe Aradina e pash një intervistë zotit Isa Mustafa, ish kryeministrit, që përmend çështjen e ushtrisë dhe u atribon juve si merit direkte. Tani ju keni qenë në një kohë, gjithë kemi qenë prezent edhe në përcjellje të asaj situate, keni qenë në një kohë
jo shumë të këndshme në raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një përplasje shumë të hapur ku ju nuk hishnit pe